Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 32 vjeçe e divorcuar prej 4 vitesh dhe jetoj vetëm me djalin tim 13 vjeçar në një apartament të vogël në Tiranë. Nëse dikush do më kishte pyetur vite më parë se si e imagjinoja jetën time në këtë moshë, ndoshta nuk do e kisha menduar kurrë kështu. Vetëm pa burr pranë dhe duke u përpjekur çdo ditë të jem njëkohësisht nën, baba dhe mbështetje për një fëmijë që po rritet shumë shpejt. Por çuditërisht nuk jam e palumtur. Përkundrazi, pas gjithë asaj që kalova në martesën time, qetësia që kam sot më duket luks. Martesa ime përfundoi ngadalë pas shumë debatesh, nervash dhe një lodhje emocionale që na kishte konsumuar të dyve. Ish burri im ishte një njeri impulsiv dhe me kalimin e viteve ne u bëm dy të huaj që vetëm grindeshin për gjërat më të vogla. Në fund kuptuam që po i bëni më shumë dëm njëri tjetrit se sa mirë. Kur u ndam, djali ishte vetëm 9 vjeç. Ajo ishte pjesa më e vështirë. Nuk do të harroj kurrë ditën kur më pyeti: "Mami, po tani babi nuk do jetoj më me ne?" Asnjë nën nuk është gati për pyetje të tilla. Por me kalimin e kohës, gradualisht krijuam jetën tonë të re, vetëm unë dhe ai. Dal nga dal shtëpia jonë e vogël filloi të mbushej përsëri me qetësi. Sot djali im është 13 vjeç dhe është bërë shoku im më i mirë. Është nga ata fëmijë që të bëjnë të harrosh lodhjen vetëm me një përqafim apo me një batut të vogël në momentin e duhur. Kemi krijuar rutinat tona, në mëngjes zgjohemi gjithmonë me vonesë dhe nxitojmë të dy. Ai ankohet për shkollën, unë ankohem për punën. Pastaj qeshim. Në darkë zakonisht ham bashkë dhe shohim ndonjë film. Ka net kur ai më tregon për shokët, për vajzat që i pëlqejnë në klasë, apo për ëndrat që ka për të ardhmen, dhe unë ri duke e dëgjuar me atë ndjesinë e çuditshme që koha po ikën shumë shpejt. Punoj ndërkohë në një qendër estetike si recepcioniste dhe edhe pse paga nuk është ndonjë mrekulli, arrim të jetojmë mirë. Nuk kemi luks, por kemi qetësi, dhe për mua kjo ka më shumë vlerë se çdo gjë. Shpesh njerëzit më pyesin pse nuk kam krijuar një lidhje tjetër. Disa më thonë që jam ende e re dhe që nuk duhet të jetoj vetëm. Por e vërteta është që pas divorcit kam pasur frikë të hap përsëri derën e jetës time për dikë tjetër. Jo sepse nuk besoj më tek dashuria, por sepse kam frikë të humbas qetësinë që kam ndërtuar me aq mund. Dhe mbi të gjitha kam frikë për djalin tim. Nuk dua të sjell dikë në jetën tonë që mund të na prishë ekuilibrin që kemi krijuar. Kështu që prej vitesh jeta ime ka qenë e thjeshtë. Punë, shtëpi, djali im dhe sinqerisht më mjaftonte. Por muajt e fundit kisha filluar të vërej diçka të çuditshme tek ai. Në fillim ishin gjëra të vogla, filloi të rinte më shumë mbyllur në dhomën e tij, të buzëqeshte shpesh para telefonit, të mbyllte ekranin menjëherë sapo hyja unë dhe mendova se ishte normale për moshën që ka. 13 vjeç, rrjete sociale, shoqëri, ndoshta ndonjë vajzë që i pëlqen. Por një mbrëmje ndërsa po kaloja pranë dhomës së tij për t'i thënë natën e mirë, dëgjova zërin e tij duke folur shumë ulët në telefon. Në fillim nuk doja t'i kushtoja rëndësi, derisa dëgjova një fjali që më bëri të ndalem menjëherë pas derës. Mos u shqetëso, mami nuk dyshon për asgjë. Në atë moment ndjeva një ndjesi shumë të keqe në stomak. Pas asaj nate fillova ta vëzhgoj më shumë djalin tim, por pa dashur ta bëj të ndihet i kontrolluar. Sa herë shija me telefon në dorë, më rikthej në mendje ajo fjali dhe ndjeva një ankth që nuk dija si ta shpjegoja. Megjithatë, nuk doja të bëhesha nga ato mamat paranojake që shkatrojnë besimin e fëmijëve vetëm nga frika. Kështu që vendosa të sillem normalisht. Pak javë më vonë erdhi gushti dhe mendova se ndoshta të dy kishim nevojë të largoheshim pak nga Tirana. Kisha kursyer disa para prej muajsh edhe pse ishte shumë, vendosa të bëj disa ditë pushime në jug.
Kur i thash që do shkonim në dërmi, fytyra ju ndriçua menjëherë. Seriozisht, më pyeti i habitur. Qeshja vetëm duke parë gëzimin e tij. Ishin ato momentet e vogla që më kujtonin pse po sakrifikoja çdo gjë për të. Unë nisëm herët në mëngjes me autobus, rrugës ai fliste pa pushim, ndërsa unë e shikoja fshehurazi dhe mendoja sa shumë ishte rritur. Nuk ishte më ai djali i vogël që më mbahej pas dore kudo. Kur mbërritëm në dërmi, deti ishte i qetë dhe i kthjellët si xham. Ajri kishte atë erën e kripur që t'jep ndjesinë sikur po lë pas gjithë lodhjen e vitit. Ditën e parë zbritëm herët në plazh. Djali im gjithmonë kishte pasur frikë nga uji i thellë, edhe kur ishte më i vogël nuk largohej shumë nga bregu. Atë ditë vendosa t'i mësoja notin. Në fillim qeshte dhe më thoshte: "Mami, do mbytem." "Jo, se do të mbaj unë", ja ktheja. Hyra me të në ujë dhe fillova t'i tregoj ngadalë si të lëvizte duart dhe si të mbante trupin. Në fillim ishte i tensionuar dhe më kapte fort nga krau, por dal ngadal filloi të lëshohej. Dhe kur për herë të parë arriti të notonte disa metra vetëm, u kthye nga unë me një buzëqeshje. "Mami, ja dola." Nuk e di pse, por në atë moment më mbushën syt me lot. E kuptova që po shija djalin tim të rritej para syve të mi. Atë mbrëmje ecëm gjatë buzdetit, hëngrëm misra të pjekur dhe qeshëm si prej kohësh. Për disa ditë harrova gjithë ankthin që kisha ndjerë muajt e fundit. Por një natë, ndërsa ai po bënte dush në hotel, telefoni i tij kishte lënë një zile mbi ekran dhe u ndez nga një mesazh. Nuk doja ta shihja, por ekrani u hap dhe mesazhi u shfaq para syve të mi. Mezi pres të shoh kur të kthehesh në Tiranë. Dhe emri, që ishte shkruar sipër, nuk ishte emër vajze. Për disa sekonda mbeta përsëri e habitur me këto sinjale që po merja. Ndjeva zemrën të më rihte fort dhe menjëherë më erdhën në mendje të gjitha sjelljet e çuditshme të muajve të fundit. Kur djali doli nga dushi, unë ende po rija ulur në krevat me telefonin në dorë. Ai më pa menjëherë në sy dhe e kuptoi. Në fillim u zbe komplet. "Mami." Nuk bërtita, nuk u zemrova, vetëm i thash të ulej pranë meje. Për herë të parë pas shumë kohësh folëm hapur si dy njerëz që kishin frikë të lëndonin njëri tjetrin. Më tregoi se prej disa muajsh po fliste me një djalë nga shkolla që në fillim kishte qenë shumë konfuz dhe kishte pasur të merr nga ideja se unë mos do e ureja. Ajo fjali më theu zemrën sepse kuptova që djali im kishte jetuar me frikën se mos u mbiste dashurinë time. E përqafova fort dhe i thash vetëm një gjë: "Ti je djali im dhe kjo nuk do ndryshoj kurrë." Ai filloi të qaj si fëmijë i vogël, ndërsa unë i ledhatoja flokët dhe kuptoja se ndonjëherë gjëja më e rëndësishme që mund t'i japësh një fëmije është siguria që nuk do të mbetet kurrë vetëm. Pushimet tona në dërmi përfunduan ndryshe nga sa i kisha imagjinuar unë. Sigurisht, por kur u kthyem në Tiranë, ndjeva që pas meje dhe djalit tim kishte lindur diçka edhe më e fortë, besimi, dhe ndoshta kjo është ajo që e mban vërtet një familje të bashkuar.